Përplasja mes ludos dhe lëndrimit nuk shpërtheu nga hiçi. Ajo ishte ndërtuar ngadalë, në heshtje, në vëzhgime të vogla, në interpretime që nuk u sqaruan kurrë në kohë. Në Big Brother, njerëzit nuk përplasen vetëm për atë që bëjnë, por për atë që mendojnë se tjetri po bën. Dhe ndonjëherë, dyshimi është më i fortë se fakti. Ludo e tha fjalin pa e zbukuruar. Ti di me u sjell mirë, je i butë, por je shumë skile. Ta han dhe unë nën këmbë. Nuk ishte një shpërthim i çastit, ishte një akuzë e menduar, e mbledhur, e ruajtur për momentin e duhur. Sepse kur dikush të flet kështu, nuk po të kritikon një veprim, po të vë në dyshim karakterin. Eseja e këtij momenti nuk është vetëm për lëndrimin. Është për figurën e të butit në lojra sociale. Butësia shpesh shihet si virtyt, por në ambiente konkurruese ajo kthehet në objekt dyshimi. A është sjellje e sinqertë apo strategji? A është empati apo maskë? Këto janë pyetjet që Ludo, në mënyrën e tij të ashpër, po i hidhte në mes. Lëndrimi ishte ndërtuar në shtëpi si figurë e qetë, i matur në fjalë, i kujdesshëm në marrëdhënie. Për disa, kjo ishte shenjë pjekurie. Për të tjerë, sinjal rreziku. Sepse në Big Brother, kush nuk shpërthen, kush nuk ekspozon zemërimin, shpesh perceptohet si dikush që fshet diçka. Kur Ludo i thot ta han dhe unë nën këmbë, ai nuk po flet për një veprim konkret. Ai po përshkruan frikën se butësia e lëndrimit është mënyrë për të avancuar pa u dukur. Një strategji e heshtur, më e rrezikshme se konfliktet e hapura. Sepse armiku që bërtet shihet, ai që buzëqesh, dyshohet. Nga ana tjetër, lëndrimi e përjeton këtë akuzë si padrejtësi. Sepse jo çdo qetësi është mashtrim. Jo çdo fjalë e matur është llogari e fshehtë. Dhe këtu lind përplasja e vërtetë, jo mes dy njerëzve, por mes dy mënyrave të jetuarit dhe të luajturit. Ludo përfaqëson transparencën e ashpër. Ai flet fort, reagon menjëherë, nuk e fsheh mosbesimin. Për të, loja është ballë për ballë. Lëndrimi përfaqëson një qasje tjetër, vëzhgim, durim, adaptim. Dhe pikërisht kjo e bën të dyshim në sytë e dikujt si Ludo. Eseja na shtyn të pyesim, a është më e ndershme të jesh i zhurmshëm apo i qetë? A është më i rrezikshëm ai që e tregon lojën apo ai që nuk e ekspozon? Big Brother nuk jep përgjigje të qarta. Ai vetëm i vendos këto stile përballë dhe i lë të përplasen. Fjalët e Ludos nuk ishin vetëm kritik, ishin edhe frikë. Frikë nga ajo që nuk kontrollon dot. Frikë nga dikush që nuk lexon dot lehtë. Sepse në një ambient ku të gjithë përpiqen të lexojnë njëri tjetrin, ai që mbetet i paqartë bëhet kërcënim për lëndrimin. Kjo përplasje ishte momenti kur kuptoi se butësia e tij nuk do të lexohej gjithmonë siç e kishte menduar. Se në një lojë, edhe qëndrimi neutral interpretohet. Edhe heshtja flet. Dhe ndonjëherë flet më fort se zëri. Debati nuk prodhoi fitues të menjëhershëm, por prodhoi ndarje. Sepse pas këtyre fjalëve, marrëdhëniet nuk kthehen më në pikën zero. Dyshimi i hedhur mbetet pezull. Dhe në Big Brother, çdo dyshim është far për konfliktin e radhës. Kjo ese nuk merr anë. Ajo shpjegon mekanizmin. Në një ambient ku njerëzit gjykohen vazhdimisht, karakteret e qeta shpesh penalizohen, ndërsa ato impulsive justifikohen si të sinqerta. Por sinqeriteti nuk matet me volum. Dhe strategjia nuk është gjithmonë mashtrim. Në fund, Ludo mbeti me bindjen e tij se kishte zbuluar diçka. Lëndrimi mbeti me ndjenjen se ishte keq interpretuar. Dhe publiku, si gjithmonë, u nda në kampe. Sepse kjo është natyra e historive të tilla, nuk ofrojnë të vërteta absolute, por pasqyra, dhe ndoshta mësimi më i madh i kësaj përplasje është ky: në një lojë ku gjithçka shihet, mënyra si sillesh është po aq e rëndësishme sa ajo që je. Dhe ndonjëherë, të jesh i butë kërkon më shumë forcë se sa të jesh i ashpër.